A di ç'është është problemi? Tradhtia unë mendoj, sash po flas, po kalojmë në një temë tjetër. Unë jam e martuar kam fëmijë, edhe inshallah nuk ndodh, po me ndodh, unë e ulin tavolinë burrin tem, edhe i them hajde një herë tregom ç'ka është, se nuk vjen i thon po pas këtë ashtu edhe më ather, jo, do të më nal me fol me ta, ç'është erdh situata deri që aty. Pse e bën ti deri që ata? A kupton, duhet me bisedu në momentin që ti e ke një fëmijë 16 vjeç, edhe e ke një fëmijë tjetër 7 vjeç. A tjetër sen është kur ti je tu kalu, s'ki fëmijë, do të thonë je njohje sipër, ato as një minutë. More heq një sekond mos m'ja fal. Heq. Se ai e ka të mësuar tani. Po për shembull edhe nëse ke fëmijë, a duhet ndoshta hatri fëmijëve që ndrosh edhe nëse tradhtan? Jo, unë nuk mendoj që duhet edhe hatri fëmijëve, po është mirë me bisedu ç'ka është të ndodh. Po, prap se prap. Apo kupton se ajo është në moment. Ti bisedon, po s'u në zgjidh problema. Jo, nuk është punë zgjidhje, po kjo puna herës dytë është që ti bisedon një herë dhe she, se nëse që ajo hera ka ndodh spontanisht, e nuk u bë dashnore, mendoj që kaluse. Amo kur të bëhet dashnore... Që shtratia spontanisht, a? A di qëre, janë disa... ka ndodh, qashtu moment, qa po di ka ndodh, nuk po di qa... Krejt ka momente, tradhtia s'ka moment, valoj. Nuk e di, amo në qofse që ajo tradhti bëhet dashnore, do me thonë nuk e di apo më kuptan. Ti përpret me u forcua e lidhje mes partnerit të dashnorit.